në rrugën e tij inshallah taala me të mirë deri në ditën e gjykimit. Shumë të nderuar, jemi ka fundi i përshkrimit të surës Kasas. Jemi te ajeti kuranor, kemi mbritur një natë para përfundimit të ligjëratave tona, dashur vëllezër, kemi mbritur në pjesën e këshillës të cilën ja jep populli Beni Israilve, ja jep njeriut. Allahu shprehet me gjuhën e tyre, por Allahu Dhul Xhelal e ka formuluar këshillën në formën më të bukur. Kjo këshill unë si gjithmonë e potencoj nëse i është thënë pejgamberit në atë kohë, sot na thuhet neve. Do të thonë koha e atyre ka kaluar, ka shkuar ato. Edhe pejgamberi alayhis salatu vesselam ka shkuar në botën tjetër. Edhe Karuni ka shkuar, edhe Faraoni ka shkuar, edhe Abu Jehli ka shkuar, edhe Abu Sufjani ka shkuar, edhe Hamani ka shkuar, edhe krejt ka shkuar, kanë kaluar mbi 3000 vjet nga periudha atyre, mbi 1400 vjet nga periudha e pejgamberit alayhis salatu vesselam, e tani na takon periudha jonë, me thënë, ky ders ose kjo këshill kuranore e surës Kasas është këshill tamam për ne sot. Se ato kanë kaluar zatën. Prandaj Kurani ka mbet me karakteristikën e pavdekshme, ashtu siç e përshkruan Allahu, libër që do të jetë valid, libër që do të jetë valid deri kur? Deri në kiamet. Para mendoni, do të thonë, nëse kjo dinjo mbani mend të vëllezër dhe motër të nderuar, nëse kjo dinjo do të ketë imër ose do të ketë mosh edhe 1 milion vjet tjera mbas nesh, edhe 1 milion vjet tjera, ky Kur'an do të vlej edhe për ato vitet mbas 1 milion vjet. Para mendoj. Neve mund na duket e pamundshme. Para iftarit lexoja kapitullin Sad. Pak jashtë teme, por që ka lidhje me Kur'anin. E dini kapitullin Sad, wal Kur'ani di dhikr, është një kapitull, kështu fillon. Aman Allahu Dhul Xhelal e fillon komplet kapitullin me një gerë. Si për shembull surja Yasin. Surja Yasin ka 2 germa. Ja edhe sin, Yasin. Me thonë, Yasin ka kuptimin o njeri. Disa komentatorë kanë thonë ka kuptimin o Muhammed. Allahu i thot Muhammed alayhis salam o njeri. Po, sot na thot neve o njeri, se Muhammed alayhis salam nuk është gjallë. Edhe ke surja Sad e lexoja një koment shumë interesant, thot se sot ne hala në shekullin 21 dashur vëllezër, për të vërtetuar ide se ky Kur'an do vlej edhe për miliona vite, këtë jam të e thënë, sot e kësaj dite ne hala nuk kemi arrit. Para mendoni, jo vetëm unë këtu si hoxhi thjesht me një xhami, por edhe dietarët e mëdhej që studiojnë dhe që e hulumtojnë Kur'anin në për katedra, në për qendra dhe institutet të larta, hala edhe ato bashkë me ne nuk kemi arritur të zbërthejmë germa kuranore, dashur. Germa, vallahi. Germa. Sad. Farë sad. Sad në arabisht është germ. Ato që lexojnë Kur'an e dinë se ka dallim mes sinit edhe sadit. Sini është me 3 dhamba, kështu, sin, s. Sadi është nuk ka dhamba, kështu shkruhet. Sad. Edhe Allahu komplet surën e fillon me sad. Një kjerë. Çfarë kuptimi ka? Unë personalisht gjithë natën të flas këtu para jush, nuk mund të arrij qëllimin fiks se çfarë ka desh të thot i madhi Allah me fjalën sad. E sheh se i thellë është Kurani. Shem për ta pasur ju pak më qartë idenë. Surja e dytë në Kur'an cila është? Është surja Bekara, ashtu. Vjen Elhamdulillah, Fatihaja, ashtu qilet edhe Kur'ani qilet. Kur'ani fillon me Elhamin, pastaj me Bekarën, Ali Imranin, Nisan, Maiden, En'amin, Arafin, Enfalin, Tauben, e kështu me radhë. Por surja e dytë që fillon me Elif, Lam edhe Mim, e keni parasysh? Dhalikel kitabu la raibe fi. Allahu Dhul Xhelal, dashur vëllezër, të nderuara motra, betohet në Elifin, në Lamin edhe në Mimin. Ne vetëm këtë di, mas gjë tjetër di.
Vetëm këtë, që Allahu betohet. Ose ke Sadi, e dim se Allahu betohet në Sadi. A më qëfar pastaj? Do me thonë, Germa Sad, ose Yasin, me siguri, miliona %, jo 1%, miliona %, ka një pesh shumë të madhe në Kur'an derisa Allahu e ka vendosur atë. Nuk mund vendosi Zoti këtë gjë në Kur'an. Ne kemi shpjeguar vazhdimisht. Allahu në Kur'an nuk vendosen edhe një presje kot, edhe një pik, jo gerë, pik nuk vendosen kot Allahu në Kur'an. Prandaj sot ne hala nuk dim të zbërthejmë Germën Sad. Paramendoni, që 20 vjetë që mund që ligjeroj, nuk hala, edhe 20 vjetë tjera të ligjerojmë, edhe 200 vjetë tjera të ligjerojmë. Shemu, jo unë, tjere, që do vinë, nuk e dim çfarë do me thonë fjala Sad. Germa, nuk o fjale, Sad. Ka pastaj sure tjetër që ka disa germë. Kaf, ha, ja, ajn, Sad. 5 germa, shemu. Kaf, ha, ja, ajn, Sad. 5 germa. Pse i ka vendos Allahu dhul Gjelal këto 5 germa në Kur'an? Edhe fillon surën me këtë, nuk e dim hala. E shifni sa është nevoja e madhe për ta studiuar Kur'anin. Krejt ne si xhamat bëhemi studiues të Kur'anit, krejt si popullat bëhemi studiues të Kur'anit, krejt si shtet bëhemi studiues të Kur'anit, krejt si kontinenti i Evropës dhe i botës bëhemi studiues të Kur'anit, prap Germën Sad sune zbërthej. Njëri kishte bën një koment një dietar, edhe thonte Allahu kur e nisën, kur e fillon ndonjë sure me një gerëm, është nisoj si kur me i radh tavolinës në grusht. E keni parasysh? O njeri, i bie si e mësuesi kur i bëjnë zhurmë nxënësit, edhe do njëherë i shkon ajo, pak pi nervoze, pak për të eduku klasën, edhe i bie tavolinës në grusht. Ndëgjoni këtu se është shumë rëndësishme kjo që do flasë sonte, ose sot, ju të mësuesin nxënësve. Edhe sikur Allahu nuk i bie në grusht. Stakfirullah. Por ai thon, sikur Allahu don të na tërheq vëmendjen me Germën Sad. Kjo është e barabartë me tramën e tavolinës në grusht. Ndëgjoj o lexues, se fjalët që do i lexojsh mbas Germës Sad janë shumë të mëdha. Këtë do të më bë. Edhe më pëlqej. Do të thonë, ma kënaqi të paktën atë boshllëkun që e kam edhe unë si hoxh në lidhje me këto germat e Kuranit që ende ne nuk dim tamam si t'i zbërthej. Po Elif Lamin. Për Elif Lamin ka një koment vetëm. Unë hoqëm vetë, deri sot vetëm një koment kam lexuar. Elif, Lam edhe Mim. Thuan dietarët, Elifi ka kuptimin Allahut, Lami ka kuptimin e Xhibrailit, Mimi e ka kuptimin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Po sa është e vërtetë? E dim, se dim. Nuk e dim, se dim sa. Kjo në të ardhmen, inshallah unë them, inshallah prandaj duhet fëmijët tonë ti nxisin, të studiojnë, mësojnë dashur vëllezër. Jo rastisht ki Kur'an, unë këtë kam përmend disa herë, po e përmendi prapë. Për herë të parë kur zbriti ki Kur'an në dynjë, fjalët e para, çfarë ishin? Lexo. Pse lexo? Lexo, mëso edhe arsimohu, vetdisohu, se ki Kur'an brenda ka gjëra shumë të mëdhaja. Nëse ti nuk lexon, nuk di kuptojsh këto. Këtë ka qëllimin zbritja jetëve të para. Sa Allahu lëshanu për 114 sureve ku e gjithë bashkë të fjalë. Kishte mundësi të zbritte surën e parë me mira që lavdëron Muhamedi alayhis salam, cila është? Kul huwallahi. Pse nuk zbriti i pari kul huwallahi? Ose pse nuk zbriti i pari ajeti që flet për namazin, fal një namazin dhe jep një zakatin, o njerëz. Pse nuk zbriti? Po zbriti ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. O njeri, lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Khalaqal insana min alaq, krijoi njeriu nga një pik fare, nga një lang, asgjë hiç, nga një pik ujë, nga asgjë. Shkoni, Allahu ja bën me dje njerit, o njeri, ti
kush e di sa të mësojsh, duhet mësojsh, duhet mësojsh, po, edhe kush e di sa të mësojsh, edhe kush e di sa të bësh i pasur, vini vesh, kjo është koment i ri. Të bësh filozofi më i madh, ta kalojsh Einsteinin, ta kalojsh Edisonin, ta kalojsh Schopenhauerin, ku e diun ato, Nietzschen, e kështu me radhë, Aristoteli, Sokratin, Platonin, mbi këta nëse arrin, ta dish se ti je i krijuar nga një pikë ujë, asgjë hiç. Shef, e sheh ku e zbritën Allahu njeriu. Cilën njeri? A që do në greh, normal, a që do në krekosat, a që do në krenohat, a që bot me një matë. Ka da rejtë, do njeri, ka da. E di ti pse nga çfarë je i krijuar, nga çfarë? Nga një pikë ujë, asgjë. Ja, sa vlen ti. Mos u bën krijelar. Prandaj Allahu lëshanu thot, innal insane lefi khusr. Allahu lavdëron njeriu, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, në njeriu insane, në njeriu e krijua në formën më të bukur, pastaj e zbret. Thumma radadnahu asfala safilin. Edhe e zbritëm njeriu në gradën më të ulët. Nëse ai nuk është më illa alladhina amanu wa amilu salihati. Për pos kujt? Për pos atyre që besuan dhe bën vepra të mira. Këto janë mbi melekët. Ato që bëhen krenar, që bëhen kryelartë, ato që duan të shkelin të tjerët, kene janë ndërkafshët. Allahu kështu të Kur'an e keni. Ulaike, prapa jetë ka, ulaike kel en'ami bel hum edal. Ata janë si kafshët, por edhe më keq se kafshët. Kafsha ka instinkt, kafsha ka atë natyrën originale kafshore e cila bën. Han klos edhe jep qumsht, është e dobishme. Njeriu han bereqetin Allahut edhe nuk jep as një dobi her pas here. Ky njeri është më keq se kafshët. Kurani është shumë i qartë është. Ama duhet studiohet, duhet hulumtohet. Edhe në lidhje me kaptinën Kasas, që unë e kam filluar para një javë gati se, edhe Allahu Gjëshanu këtu u a bën me dije krejt tyre profileve që bëhen krijelar. Kur arrin një post, këni parasysh bëhet dhe një minister, dhe një kryetar komune, ku e diune, dhe një deputet, ose shkon ambasador, ose Allahu jep pare qelën dhe një firmë, ka jo firmë punëson një 20-30 punëtore, kështu më radhë, edhe ki nëse bëhet krijelar, Allahu ja bën me di, o njeri, a din ti se ka pas një njeri në kohën e Musës, ashtu në thosë Allahu Gjëshanu. O njeri, a din se ka pas në kohën e Musës, a i ka pas altan të ambuloje gostivarin edhe të tovën me altan, krejt, mu duket, as një shpijim, pre altanit. Këtë koridorin të e të shtruje me altan komplet ka pas pare, ka pas ari dhe argjet. Pse? Se magazinat ati, vetëm qelsat i ka mbajt 30 burat fort. Vetëm qelsat, para më do se ka pas ari kë njeri. Nëse ti njeri bësh me natyren e këti, ne atëhere do të shkatrojmë ti je ma kesë se kafshë. E prandaj Allahu i përmend në këto këshilla që ja dhan Beni Israilit dashur vëllezër Karuni. Çfarë këshilla që i dhan? Unë e nisa me këshillën e parë, sosëm, vazhdojmë 2 net para me këshillën e dytë. Këshilla e dytë cila ishte وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Edhe ajo pasuri të cilën ta ka dhënë Allahu përmes asaj, përmes pasurisë së dunjas, ndërtohet shtëpinë e ahiretit. Kështu thot njerëzit që bën të pasur. Këshilla e tretë, këtu bën një ekuilibër. Këtu Allahu dhul Xhelal bën një baraspeshim. Çfarë baraspeshimi? Këshilla e tretë shkon sa interesante. Menjëherë prej ahiretit Allahu e transferon bisedën në dynjë. Shkon sa interesant. I thonë kështu, këshilla thotë kështu: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Allahu i thot më para kësaj, i thot përmes pasurisë fitova ahiretin, pastaj kthehet e thot kundërtën Zoti. Edhe i thot mos e haro pjesën që të takon këtë dynjë. E shihni. Kjo është Islami.
Unë personalisht jam kundër për shembull vetëm për ahireti, vetëm për ahireti, vetëm për ahireti. Ama jam kundër edhe vetëm për dinjan, vetëm për dinjan, vetëm për dinjan. Jo, kjo gabim është. Allahu me Kur'an neve na mëson një baraspeshim, një ekuilibër, o i dashullah. Siç ka thënë Aliu, disa thonë që ka thënë Hazreti Aliu, radiallahu anhu. Puno për këtë dinjan sikur nuk do vdesish kurrë. Kjo e mirë. Puno, shko sa bukur ka thënë. Puno për këtë dinjan sikur asnjëherë nuk do vdesësh. E nëse mendon se nuk do vdesësh asnjëherë, para mendon se duhet të punojsh. Se nuk do vdesësh asnjëherë. Edhe thot, kundërtën e thot pastaj. Vazhdon fjalia. Edhe puno për ahiretin sikur nesër do vdesësh. Kjo është e bukur. E kjo çfarë na kërkon neve? Na kërkon ekuilibër të bëjmë. Baraspesh, mesatare. E kuptoni? Baraspesh. Të punosh për ahiretin, para mendo sikur me të ardh Azraili, me leku i vdekjes, edhe të thosë sonte, vetëm të të bëjë një vizit, zjarret shkut edhe shkoje. A mund të të thosë një laf. O njeri, ke afat për të vdek e në 12 saat. Ke afat për të vdek e në 12 saat. Do me thonë nesë, do vdesësh. Çfarë të bëjsh për 12 saat? Çfarë të bëjsh për 12 saat? Shumica jonë unë e di çfarë ju shkon në trunë edhe mu edhe juve. Nuk di mbrosh 12 saat në frak me njerë. Aman të zamë nëse nuk merr në frak. Për 12 saat e di çfarë të bëjsh? Unë mendoj si besimtar që jemi, për 12 saat ne do bëjshim sejdë dhe nuk do të çoshim kokën prej sejdës. Qaj, bën sejdë, qaj, bën sejdë, qaj, kërko bën taube qaj, bën sejdë, qaj, derisa të vije me leku ta marrë shpejti. E kjo është e ekuilibri. Si është e kundërta, puno për dinjan sikur nuk do të vdesësh kurrë, puno për ahiretin sikur nesër ke të vdesësh. E prandaj ka ardhur kjo jetë, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Edhe asesi mos e haro pjesën që takon këtë dinjan. Çfarë takon? Duhet të shkollohesh, patjetër. Sikur mos ishte e rëndësishme kjo dinjan, Allahu nuk dhe binte fjalën e parë, lexo, mëso, studio, bëhu student i mirë, bëhu të zbulojsh gjëra, ato gjëra që do i zbulojsh të jenë në dobi të popullatës, komunitetit ku jetosh. Por edhe mos haro namazin, mos haro zekatin, mos haro agjerimin, mos haro haxhin, mos haro punët e mira asnjëherë, se nesër mund të vdesësh. Kjo është ajo që i thot Allahu përmes gojës së Beni Israilve që i kanë thënë në Karunit, wala tansa nasibaka min ad-dunya. A para kësaj e kanë thënë të kundërtën. Çfarë i kanë thënë? Krejt pasurinë që e ke, o Karun, neve sot na thot Allahu, Karuni ka vdek. O njerëz, krejt pasurinë që e ke, mundohu përmes asaj ta fitosh xhenetin, botën ahiret. Ama përsëri mbas kësaj vjen dhe vijon këshilla tjetër, wala tansa nasibaka min ad-dunya. Edhe kurse si, mos haro atë që takon këtë dynjë. Normal, do martohesh, do punsohesh, do rritish fëmijë, do shkrish fakultetin, do kontribuosh në komunitetin musliman, në shoqërinë, mohan, kojshi, në fshat, në qytet, kudo që qesh. Shifni, kjo është ai ekuilibri shumë i bukur i Islamit. Për shembull, ne kemi një ekstrem, me këtë do të mbaroj, mos u bënoj. Ne si musliman, si shoqëri muslimane në botë, kemi një ekstrem. Çfarë do të thonë ekstrem? As mirën si duhet nuk e bëjmë, as keqen si duhet nuk e bëjmë. Do të thonë, nëse krahasojmë me perëndimi sot, tash ne shpesh edhe e shohim perëndimin për vlerat morale që i ka katastrofike, po për vlerat e përgatitjes për këtë dynjë janë numër 1. E di me dorën në zemër. Këtë që neve na kërkon Kurani. F-35, raketat, satelitët, Starlinkat, Teslat, Gjonat, krejt fabrikat e veturave, fabrikat e armatimeve, s'ka lidhje. Nëse bota armatoset ti si musliman, nuk është haram. Se ajo nëse armatoset, 10% armatoset. Me shkencë, me krejt, me pastërti i qytetët, krejt i kanë rregull. Amën për ahiretin është 0. Zatën edhe krejt falë si kanë gjonat, atë ju e dini shumë mirë, si kemë punën me punën e fejes, me çështjen e fejes. A ne muslimanët jemi të kundërtën? Po, lëre që jemi të kundërtën, tash mos prekët asnjë se edhe unë jam pjesë e juaja,
Ne edhe ahireti nuk e kemi si duhet. Kjo është problemi. Hajde të thush, e kemi lënë dynjan krejt, jemi drejtu ka ahireti. Edhe ahireti se kemi si duhet. Ahireti se kemi si duhet. Muslimani i hudhën beturinët para shtëpisë së kujshis. Nuk është ahiret kjo, stakfirullah. Ne, ka thonë pejgamberi Islam, pastërtia gjysmë e imanit. 50% e imanit është pastërtia. Ne pastërtinë se kemi. E këti në salonin tonë, në domën tonë, pse do vinë misafirët më folin keq për të i, se ta qesën zezat për Majdanin. Amën sokat nuk i pastër. Era halës, stakfirullah, në për fshatrat muslimane. Se cili e qetat jamën e vetën në për kanalizimin ku kaloj njeri unë prej erës keqës unë kaloje. E kjo nuk është islam. A këndej shkona, këmar abdes, shkon gjami, peskoti bon, Ramazanin e bon, edhe kujshisi ban danë. Kjo nuk është islam. Kjo vetëm islam nuk është. E prandaj ki ekuilibër është për ne, më thanë. Një pjesë ahireti, një pjesë dinjas. Kjo është wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos e haro pjesën e dinjas që të takon ti këto. Allahu inshallah na boft kabul agjerimin ton, ibadetet tona, leximet tona, kelimet tauhidet tona, zikrin ton inshallah. Çdo ibadet që kemi bërë, vitrat tona që do i japim dhe i japim inshallah. Zekatet tona, sadakat tona, çdo gjë na bën kabul në pranon inshallah. Me këtë gjejmë razin dhe kënaqësinë Allahu dhul xhelal në këtë dynjë dhe xhennetul firdaus në botën tjetër. Walillah